I dashur publik, mirëmëngjes. Ne ende jemi duke u marrë siç e dini me dosjen e Hagës 715 faqeshe. Sot e kemi artikullin e 3 të kësaj jave, të cilën jemi duke përgatitur për ta botuar dhe jemi gati thuajse në fund të këtij materiali. Arsyem pse jemi të ngadalt dhe nuk mund të përballojmë apo të garojmë kundër kohës, ka të bëjë me faktin që një numër i donacioneve të cilat kanë ardhur paraprakisht, fatkeqësisht me sa duket njerëzit nuk kanë mundësi të vazhdojnë të përballojnë ato shpenzime dhe neve na është dashur të kputim komunikimet, marrëdhëniet profesionale me disa prej asistentëve të cilët na kanë ndihmuar paraprakisht me kompenzim kuptohet pagesave nga ana jon. Dhe për momentin jemi me numër të njerëzve të reduktuar, pra janë vetëm disa studentë të mi dhe jam unë i cili po i përkthen materialet dhe po i përshtatet, po i rregullon me narrativ korrekte editoriale në gjuhën shqipe. Po ajo çka deshta t'ju lexoj nga dy paragrafe shumë interesante të shkrimit të sotëm i cili pritet të dalë pas ndoshta një ore ose dy, lidhur me vrasjet politike në Kosovë, është kjo. Në deklaratat pasuese sipas prokurorisë, partitë politike të Kosovës janë akuzuar nga Hashim Thaçi dhe të tjerët për tradhti, ndërsa personat lidhur me LDK-n, qeverinë e Bukoshit dhe Farkun përshkruheshin si pjesë e kësaj të ashtu quajture luftë speciale. Merreni me men, Shtabi i përgjithshëm e ka paraqitur si luftë speciale institucionin legjitim të Republikës Kosovës të udhëhequr nga presidenti Rugova, i cili institucion e ka ndërtuar strukturën paralele shtetënore që e ka sfidu regjimin gjakadare gjenocidal të Miloševićit kundër Kosovës dhe kundër popullit Kosovës, duke ndërtuar shërbimet e ambulantave me shërbime shëndetësore, duke ndërtuar sistemin paralel të edukimit, duke ndërtuar sistemin paralel të vetë qeverisës dhe administrimit, duke qenë zëri vetëm legjitim i popullit Kosovës në nivel ndërkombëtar për të kërkuar pavarësi. Pra, Hashim Thaçi, që është në Hagë sot, që dyshohet bazueshëm se ka qenë i përfshirë në orkestrimin e vrasjeve politike, i ka shpall luftë qytyn e institucioneve legjitime të Republikës Kosovës, të cilat e kanë sfiduar Serbinë. Pse? Me marrë monopol të pushtetit. Për çka me marrë monopol të pushtetit? Qysh e kena pa me vullnetin e tij politik, për me kapitullu që kanë, me i vra luftëtarët e lirisë, me i vra gazetarët, me i vra politikant, edhe me reinstalu Serbinë mbrapa në Kosovë, qysh edhe e kena pa, dhe jemi dëshmitar që e kanë instalu për 20 vjetë rresht. Në këtë momente sa unë jem të fol, Republika e Kosovës, e cila është marrë në duar të një leadershipi të ri në 7 vjeçarin e fundit, është duke i qjerrur edhe nga toka jon instalimin shtëpiak të Beogradit 20 vjeçar që ka lejuar, ndihmuar dhe legjitimuar Hashim Thaçi dhe struktura e tij kriminale për 20 vjet rresht. Pra villat e krerëve serb të lidhën me Beogradin janë të shpartallu në veri të vendit. Është një prej veprimeve të radhës të Republikës Kosovës. Shit çka themi në paragrafin e ardhshëm, ku thuhet, është e rëndësishme të kuptohet se prokuroria nuk pretendon se këto deklarata të marra me vete përbëjnë krime. Pretendimi i saj është tjetër. Ajo argumenton se ky diskurs ndihmon për ta kuptuar mënyrën se si sipas saj ndërtohej figura e kundërshtarit. Para se të flitet për ndalim arbitrar, keqtrajtim apo vrasje, prokuroria argumenton se një kategori njerëzish duhej së pari të paraqitej para opinionit publik si pengesë për luftën, si faktor për çarës ose si bartëse të një autoriteti që duhej zëvendësuar. A nuk jemi dëshmitar i dashur publik që të paktën në 7 vjeçarin e fundit
struktura kriminale vrastare e Hashim Thaqit e maskume me emnin PDK, e SHIK, e shpesh herë edhe AK, ku edhe Ramush Haradinaj dhe flet broçkolla, ku e paraqesin leadershipin e 7 vjeçarit fundit si pengesë për përparimin e Kosovës, ku rrejshëm fabrikojnë lloj akuzash duke paraqitur edhe si përçarse leadershipin e Albin Kurtit në Kosovë. Pse? Sepse që ky pushtet, që ky leadership i kryeministit Kurti është e shpartallu Serbin nga Kosova. Njëjtë e ki situatën që shtabi përgjithshëm i UÇK-s në krye të Hashim Thaqit, me Hashim Thaqin në krye, e ka paraqit si jo legjitime edhe legitimitetin e institucioneve të Republikës Kosovës të udhëhequra nga Ibrahim Rugova, të cilat e kanë qenë sfidë kryesore për regjimin gjakatar të Miloševićit. Do më thonë, këta e kanë luftu institucionin e vërtet të Republikës edhe atëhere, edhe qysh edhe kanë shku me vrasje politike të njëpasnjëshme, por janë të luftu me të njëjtën natyrë dhe karakter edhe institucionet e Republikës Kosovës të 7 vjeçarit fundit, të cilat po ashtu e kanë të njëjtin mision, pra shkëputjen përfundimtare të Kosovës nga Serbia, shpartallimin e Serbisë në Kosovë, që e ka instalu vetë struktura udhëheqëse e Hashim Thaqit për 20 vjetë rresht. Dhe që ka qenë që është përgjegjëse për vrasjen sistematike, ekzekutimin sistematik gjakatar të çdo patrioti shqiptar që ju ka dalë nu dhe këtyne për me anal hovin. Do më thonë, këta njerëz që mbështetësit e Hashim Thaqit pi ju referohen si çlirimtar, në asnjë mënyrë nuk janë çlirimtar. Në asnjë mënyrë. Kjo është do më thonë e dokumentume që këta njerëz kanë punu për interesat Serbisë, edhe janë të punu edhe në 7 vjeçarin e fundit, përveç 20 vjeçarit që kanë punu vazhdimisht rresht. Edhe përveç kohës kur këta kanë hy me puç duke vrarë Behajdin Hallaqin, kanë hy edhe kanë marë leadershipin e UÇK-s në mënyrë të dhunshme. Këta po dojnë me e marë, nëse e keni pa në 7 vjeçarin e fundit, edhe leadershipin e Kosovës në mënyrë të dhunshme, në mënyrë që me shku, me vazhdu, me instalu Serbinë në Kosovë. Sepse, unë nuk po them kot me instalu Serbinë në Kosovë. Këta na kanë kallëzu për 20 vjetë, çka kanë bë me pushtetin që e kanë pas në Kosovë. Për 20 vjetë ta kanë nënshkru marrëveshje që e kanë instalu Serbinë në Kosovë. Për 8 vjetë e kanë sabotu deklaratën e pavarësisë sipas burimeve tona në Washington dhe nga prezidenca e presidentit Bush. Për 11 vjetë e kanë sabotu themelimin e institutit për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë. Edhe kur e kanë themelu institutin, e kanë sabotu, nuk e kanë financu, edhe i kanë dalu personelin mos me bo punë, edhe pse ata kanë dashur me bo punë vetanake në mënyrë vullnetare për me dokumentu gjenocidin serb. Kur ja kanë qelë derën Ramush Haradinaj, kur ja ka qelë derën Milan Radojići në qeveri, një muj mas ati takimi, e ka mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb. Për herë të parë Instituti i dokumentimit e gjenocidit serb është qel në vitin 2022, mas ardhes së Kurtit në pushtet, edhe për herë të parë ja ka nis me punu plotnisht madje edhe me ekspert ndërkombëtar, edhe për herë të parë në leadershipin e 7 vjeçarit fundit ti e ke situatën ku gjykatat e Republikës Kosovës po i gjykojnë e po i dënojnë kriminalet serb, të cilët nuk kanë ikur me kordonin e forcave gjakatare të Serbisë e Miloševićit, por kanë denjur me shpresën që kanë me mujt prap me rimar kontrolin e Kosovës, por ata e kanë rimar gjatë mandatit e Hashim Thaqit, por tash po ju shkëputet gjatë mandatit të Albin Kurtit. Mos i bleni prallat e rrencave që po ju thojnë se këta janë çlirimtar, këta janë çlirimtar. Këta sidomos Hashim Thaqi, koka e krejt këti krimi, e krejt kësaj paqavure që e ka marrë pushtetin ndaj UÇK-s në mënyrë të dhunshme duke vrar Behajdin Hallaqin. Domthon, këta njerëz absolutisht s'kan bëj me çlirimin e vendit, as me kauzën patriotike shqiptare. Se me çka kanë të bëj, po na tregon dosja e Hagës, por na tregojnë edhe dokumentet të cilat ne i kemi nxjerr nga arkivat franceze të diplomacisë, që tregojnë se Hashim Thaqi ka qenë rekrutum pe vijës pravoslave
të shërbimit sekret francez dhe që krejt aparatura shtetnore e shtetit francez në krye të i kryesuar apo hequr nga presidenti Jacques Chirac ka qenë në favor të Beogradit dhe kanë qenë aq shumë në favor të Beogradit sa që edhe i kanë sabotuar operacionet intervenuese të NATO-s në Kosovë. Na kemi dokumente për këto dhe cilat do t'i shpalosim masi që ta zbërthejmë krejt dokumentin 715 faqesh të gjykatës Hagës, të gjykatës e Kosovës në Hagë. I lutem shumë, konsiderojni sa më parë të bëni abonime me pagesë apo ndonjë donacion sepse kemi nevojë për shtimin e stafit, për shtimin e njerëzve të cilët profesionalisht merren me këtë, ndryshe me këtë staf që tashmë na është dashur me reduktu, sepse nuk kemi mundësi me i përballu shpenzimet, është problematike që të mund t'i dalim në krye krejt këtij dokumenti aq shpejt sa që është e nevojshme. Ne duhet të paktën e përtheku edhe me përmbyll raportimin edhe verifikimin e materialeve dhe pretendimeve të thëna në parashtresën e prokurisë së Hagës brenda muajit gusht, sepse me 16 shtator, siç e dini, është vendimi përfundimtar i cili do të publikohet në gjykatën e Kosovës në Hagë, ku edhe do të merret vendim nëse prokuria speciale e Republikës Kosovës në Hagë ka arritur t'i provoj dyshimet e bazuara për te dyshimit të arsyeshëm. Faleminderit shumë edhe një herë për vëmendjen, mos harroni abonoheni dhe jepni donacione sepse kjo është jetësisht e rëndësishme të dokumentohet, të raportohet, të qartësohet se kush ishin vërtet patriotët dhe kush ishin plaçkashët edhe hajduqt të cilët në emën të patriotizmit, në emën të luftës shqiptare, jo që kanë vjedh fondi shqiptar, po na i kanë vrarë dhe kokat politike dhe intelektuale të ushtrisë shqiptare të Kosovës, na i kanë vrarë luftetarët e vërtet, na i kanë vrarë politikant me dignitet e me kapacitet politik për me u pavarësu nga Republika. Këta njerëz na e kanë vrarë i dashur publik pavarësinë. Këta na e kanë vrarë pavarësinë, sepse presidenti Rugova nuk ka pranu asgjë më pak se pavarësi. Është Hashim Thaçi që ka nisë rrugtimin drejt Rambujes për me nënshkru autonomi mrena Serbisë. Është Hashim Thaçi që ka sabotu deklaratën e pavarësisë me njerë mas luftës në Kosovë. Është Hashim Thaçi i cili e ka nënshkru kapitullimin e UÇK-s. Është Hashim Thaçi struktura kriminale të cili dyshohet bazueshëm se i ka vrarë intelektualet, gazetarët, luftetarët dhe kokat politike dhe intelektuale të çlirimit ton dhe rrugtimit ton për shtërim. Faleminderit shumë dhe shihemi në paraqitjet e tjera. Mos harroni edhe një herë abonoheni ose ndihmoni me donacione sado që të mundeni. Miropafshim.